Thënie nga Arthur Schopenhauer, filozof I minjohur gjerman dhe botëror. Konsiderohet një nga mendimtarët më të mëdhenj të shekullit të 19 si dhe filozofi I pesimizmit. Citojmë disa prej thënieve të tij. Sadomiqësia, dashuria dhe martesa I ofrojnë njerëzit mes tyre, në fund të fundit secila është krejtësisht e sinqert vetë me veten e vet. Nuk ka dyshim. Jeta s'në është dhënë për ta shijuar, por për ta mundur për ta tejkaluar. Ndershmëria mund të përkufizohet si imazhi I vlerës suaj në mendimet e njerëzve. Absurdi ja den me lehtësi të korë sukses në botë. Shkrimtari duhet të ketë gjithnjë parasysh se mendimet I nënshtrohen ligjit të gravitetit me lehtë e bëjnë rrugën nga koka te letra, sesa nga letra te koka. Njerëzit e rëndomtë kanë shpikur jetën në shoqëri, sepse për ta është më lehtë të durojnë të tjerët sesa vetë veten. Doktrinat e fesë që janë të bazuara mbi autoritete, mrekulli e shfaqje, janë një ndihmë e përshtatshme vetëm për moshën foshnjërake të njerëzimit. Dituria përbëhet nga një lëndë më fortë se ajo fesë, sepse kur përplasen, është feja ajo që thyet. Më fatlum është ai që kalon jetën pa dhimbje të mëdha shpirtërore apo fizike, dhe jo ai që ka pasur gëzime apo kënaqësi të mëdha. Çdo kokë fortësi bazohet mbi faktin që vullneti ka uzurpuar vendin e diturisë. Qasti më I lumtur I njeriu të lumtur është kur ai bie në gjumë, ashtu si qasti më I palumturit të palumturit është kur ai zgjohet. Vdekja e paqon zilin krejtësisht, pleqëria vetëm përgjysmë. Do të shkruaj gjëra të denja, por të shkruar vetëm ai që shtyhet vetëm nga gjëja që më shumë ka për zemër. 90 e lumturisë sonë bazohen posaçërisht mbi shëndetin. Me të çdo gjë është burim kënaqësie. Kush shkruan për budallenjët është gjithmonë I sigurt se do të ketë publik të gjerë. Jeto e lërë të jetojnë. Shpesh është humbja që na mëson vlerën e gjërave.